Një grup biologësh dhe veterinerësh venezuelian porisin të vegjëlit e krokodilit Orinoco, i cili është i rrezikuar dhe po i lirojnë ata në natyrë në një përpjekje për të parandaluar ose të paktën për të vonuar zhdukjen e tij, shpjegon biologu Omar Hernandez. Se fue për Kapanaparo. Ndoshta shumë nga këto zvaranik do të vriten nesër ose pas nesër për shkak të mungesës së ndërgjegjësimit mes njerëzve dhe për shkak të urisë ekzistuese. Kështu që kjo është arsyeja pse ne gjithmonë themi se po e vonojmë zhdukjen. Krokodili Orinoco me ngjyrë të zbet kafe, me hund të gjatë e të ngushtë, është një nga zvaranikët më të mëdhenj të gjallë në botë. Te va a pesar hoy. Está gordito. Es macizo. Numri i tij është zvogëluar për dekada për shkak të gjuetisë së paligjshme për lëkurën e tij, ndërsa tani venezuelianët e gjuajnë edhe për mishin dhe vezët. Problemi mbetet i njëjtë, ata po vriten për ushqim dhe hanë vezët. Pra edhe nëse i lirojmë krokodilët, ende ekziston presioni i gjuetisë. Përveç kësaj ka probleme me varfërinë në fshat, pasi njerëzit hanë çfarëdo që të gjejnë, nuk ka zbatim të rregulloreve ose masave mbrojtëse. Më pak se 100 krokodil të rritur Orinoco janë në natyrë në Venezuelë sipas vlerësimeve të fondacionit të ruajtjes Fudeci. Habitati natyror i këtij zvaraniku është në pellgun e lumit Orinoco, i cili mbulon pjesën më të madhe të Venezuelës dhe derdhet në Kolumbi. Drejtori i kopshtit zoologjik Leslie Pantin, Federico Pantin, shprehet se në këtë kopsht zoologjik ka disa krokodil të tillë. Ne kemi disa vite që punojmë me krokodilet Orinoco. Kemi disa të tillë në kopshtin zoologjik Leslie Pantin dhe gjithmonë e kam thënë se nuk është e mundur që një kopsht zoologjik të ketë disa specie të një kafshe që është në rrezik zhdukje, vetëm për faktin se njerëzit vinë t'i shohin vetëm si ekspozit. Ejemplares de caimán del Orinoco allá y yo siempre lo he dicho, no es posible que un zoológico tenga unos ejemplares de un animal que está en peligro pues, de extinción simplemente por el hecho de que la gente venga a verlo nada más, pues, el motivo de la exhibición. Entonces, pues comenzamos pues. Kështu që filluam të punojmë në bashkëpunim me Fudeci dhe El Hato Masaguaral, e cila është një qendër kërkimore për biodiversitetin që kombinon bashkëtimin me përpjekjet për ruajtjen e tyre. Shkencëtarët regjistrojnë vendet ku krokodilët Orinoco dihet se bëjnë fole dhe mbledhin vezët e tyre. Më shumë krokodil vinë nga streha e kafshëve të egra Hato Masaguaral, e cila strehon 8 prej tyre, ndërsa kopshti zoologjik privat Leslie Pantin, i cili është i specializuar në speciet e rrezikuara, ka 2 meshkuj dhe 1 femër në moshë riprodhuese. Shkencëtarët inkubojnë vezët në kopshtin zoologjik Leslie Pantin në qytetin Turmero, rreth 100 kilometra nga kryeqyteti Caracas. Pasi çelin vezët, shkencëtarët i rrisin të vegjëlit e krokodilëve për rreth 1 vit, derisa të arrin një peshë prej rreth 6 kg. Më 24 prill, 200 krokodil të vegjël u liruan në lumin Capanaparo, në një zonë të largët të Venezuelës jugperëndimore. Një prej biologëve, Alvaro Velasco, i përshkruan këta krokodil si zvaranik të mrekullueshëm. Ahorita que se sale para acá. Rápido, papá, Dios tiene los ojos cerrados. La gente
de repente te pregunta por qué. Njerëzit pa cocodrilos? pritmas Son pyesin feos, veten son- pse A krokodilët mí me parecen unos animales fabulosos. Tú los sueltas y se quedan ahí, te miran y de repente dicen, ¿qué hago yo ahora en este río tan gigantesco? Y empiezan a nadar dentro del río. Ata Es algo mendojnë se janë të maravilloso. shëmtuar, por për mua janë zvarranik të mrekullueshëm, i lëshon dhe ata që ndrojnë aty të shohin dhe pa pritmas, duket se mendojnë, çfarë po bëj tani në këtë lumë gjigant, dhe pastaj fillojnë të notojnë në lumë, është diçka e mrekullueshme. Dentro del río. Es algo maravilloso. Ese está ahí y no se quiere ir de ahí. Uno, dos, tres, rapidito. Eso es.